qani diskutimet e brendshme tona të vazhdojnë, domethënë politike brenda subjektit ton politik dhe për këto çështje besoj që do të keni një deklaratë më të përgjithshme nga zoti Limaj në ditët në vazhdim. Mirë po sa i përket çështjes se numrat e përcaktojnë vlerën se duhet të jetë apo jo një autoritet në krye të pozitave shtetërore. Unë për vete personalisht e konsideroj në Kosovë nuk kanë qenë gjithmonë numrat që kanë përcaktuar rëndësinë, mirë po peshën që ka një lider. E në këtë drejtim zoti Limaj dihet që ka dhënë një kontribut të çmueshëm si gjatë shlirive të vendit, po ashtu edhe në çështjet kyçe të krijimit të institucioneve. Pra zoti Limaj kishte përfaqësuar shumë mirë të gjitha këto kritere sepse ka një autoritet edhe një si një autoritet përafrues në gjithë skenën politike. A do ta votoni Alborina Axhiu në rast se varet vetëm edhe 3 votat e juaja për të bërë 61? Shumë mendoj që është më e rëndësishme mi dhon vendit emra, domethënë që nuk janë në këtë diskutim të përveshëm, po kanë një dinitet të përfaqësimit politik, ndërsa nuk e mendoj që jemi në këtë fazë. Pra diskutimet tona të brendshme politike janë ende herët me përcaktu këto. Nëse do të ketë një marrëveshje politike, sigurisht që ajo do të bëhet në tavolinë edhe do të jetë transparente, nuk do të bëhet mes televizioneve. Pastaj vendoset për emra të përveshëm. Sa i përket çështjes së takimit të kryetarit njësos me presidenten, a keni një uri se çfarë është diskutuar aty edhe a ka pasur ndonjë përparim në këtë aspekt për zhbllokim të situatës? Është të njëjta diskutime që janë diskutuar më herët edhe me liderët e tjerë të partive politike, ka qenë konstruktiv, por për më shumë besoj që duhet me efektuon, mirë po zoti Limaj së shpejti do të jetë me një deklaratë për gjitha procesin. Faleminderit.